Ju para disa dite, pra në prag të fillimit të fushatës, shkuat në Hog për të vizituar ish krerët e UÇK-s. Si gjetet ata? Cila është gjendja e tyre? Kësaj radhe gjendja e tyre edhe pse gjithmonë i kemi gjetë stabil, tek ekuilibrum, gjendja e tyre kësaj radhe është edhe më e qëndrueshme, me shëndet ishin mirë, emocionalisht shumë të ekuilibruar, sigurisht edhe përfundimi i këtij procesit që ka pas të bëjë me këtë çështjen e dëshmitarëve dhe çështje tjera që ka përfundu, tash pritëshin përfundimin e këtij procesit, edhe bazuar dhe në zhvillimet, edhe ata prej fillimit e kanë ditë që domethënë lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë, luftë e pastër, luftë për mbrojtjen e vendit, luftë për lirinë dhe luftë për shtetin e Kosovës. Dhe e pritëshin me optimizëm vendimin dhe pritëshin që vendimi me qenë lirues. Dhe pas jush, ata, në fakt, zotrin Thoqi e vizitoi edhe kryeministri i Shqipërisë, pra Edi Rama, për herën e dytë nëse nuk gaboj. Por një gjë të tillë ende nuk e ka bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ka qenë mirë me pas bo. Kryeministri kur e merr pozicionin një kryeministri i gjithëve, ju shërben të gjithëve, pa dallim, se sekretar partije je kryetar një partije politike, një subjekti politik. Po si kryeministri gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe ne kemi dhënë shumë se cilin nga vetja, në kapacitetet dijes edhe aftësive tona për me pas shtetin. Dhe kryeministri, në moment kur hyn në zyrën e kryeministrit, do të sillet si kryeministër. Si kryeministër i gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallim. Atë kanë votu apo nuk kanë votu. Sepse ki obligim, ki përgjegjësim ju shërbyt gjithë. A ka bërë sa duhet qeveria aktuale për ata? Sigurisht se jo. As në aspektin e përkrahjes politike, diplomatike, të komunikimit me institucionet, as në aspektin financiar. Shiko, këta e përmenin do shumë. Kur e përmenin si shumë, ty do këtë që, po jo, s'ke pas nevojë ti me vendos ato kufizime. Se pas ti nevojë me ndërhyjnë ato akte nën ligjore, që me shkaktue kufizime tjera. Nuk mund është ti kompanive të caktuara që merren me avokatur, mi avsaktu tarifat. I kanë ata tarifat e veta. Ajo është raport kontraktual. Nuk mund është ti me një standard ndoshta të Kosovës me mendu me një kompani që ka renomen ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes, ti me pas mbrojtjes ligjore, po flas, me pas njëjtat oferta, prandaj nuk kanë bo mirë, që realisht nuk kanë qenë korrekt me këtë proces.